Gjë që t'jemi, shiko, në qovë se djali, është i suksesshëm e zëmë, po themi, se tani dum apo s'dum, ne 2000 vjet, 3000 vjet janë meshkut që e zotrojnë bizneset, zotrojnë qeveritë. Dakord. Atëre. Patriarkat. Po ja, prit. Prit se do ta ngacmoj. Pa pas asgjë të keqe. Në qovë se djali siguron të ardhurat të mira, dikur mbante një burr, mbante një familje, një fis. Çu ka qenë? Dilte ai edhe mërgi me të gjitha, po flas. Qofse djali është i suksesshëm dhe ka të ardhurat të mira, dhe vajza është e suksesshme dhe ka të ardhurat të mira, të dy janë kontribut, unë them që këto gjëra nuk duhet përmenden se këtu e kanë irritimin njerëzit. Po si do i thush ti djalit, ai ka punu gjithë ditën dhe ti thush ti tani, ke punu dhe ti thuj me janë lodh kamët me drejt, se vajza lodhet më shpejt. Tani ti thush bëj punë ti, jo, unë them që duhet marrin një njeri, sa e fort lejthiza, halal. Një fëmijë ta uskenjes. Atere, Omeri ta ngacmoj që tani, kemi këtë burin që nga shumë i zoti se bëka shumë para. Të dy, po themi. Po marim burin. Tani, ky buri zhburërohet në qoftë se merr një pjeshk e qëron dhe ja jep fëmijës vet. Jo, mërë, jo. Po ja, po kjo është puna, vlla. Nuk tha, jo, këto thonë të laj robat. Po si do laj robat se i lan lavatriqja? Ja, aty është irritim. I lan lavatriqja. Nuk i lan burri. Po shiko, po lan burri roba se po i bëj burri siguro. Të gjithë emigrantët shqiptarë që kanë qenë në Itali dhe Gjermani dhe ku diun. A i lanin vet robat? Patjetër. Po në rregull. Një sekond. Edhe me dorë. Me dorë. Burri. Nuk shkon burri që po, në rregull. Po qa ulje ka këtu? Po nuk është tu pra, puna është mos t'i veshësh burrit atë përparsën. Po qa e keqe kana përparsja, vlla? Ore, nuk ka gjë po t'jetë nudo, s'ka si problem. Po pra. Pervers. Punët nuk kanë gjini. Nuk edukohen as me fjalime, as me... To nuset dhe dhëndurët e të ardhmes, do t'i kemi këshu... Si do i kemi? Optimist apo pesimist? është rotacion, janë këthy meshkut që kanë qënë, janë bo më macho se që kanë qënë. Jo, janë bërë, më falë, a mund t'a them? Troq, po. Dhe mos të më kërgjizot. Meshkut sot janë bërë si femrat, dhe më kinë se femrat. Jo, s'ka sot më burra fare. Më shumë port bën një mashkull, del takim se sa një femër, bën mashkulli si pjeshk. Po kanë ndryshuar totalisht të rolet. Bën mashkulli si pjeshk tani. Bën mashkulli ti lutet femra. Ua, pse si diti mo? Ta bëjmë palestre të gjitha më. Po lore palestre, kur nxjerrin zërin shikoj. Shikon, a kini pa rrugët? Ta du zonin, pa. Shikon shumë djemë me karoca dhe nënat janë. Pse shikoni këtë moment? Shumë bukur më të. Këtë do të thosha, që shtyn buri karocën? Po çap ka? Jo, të lutem kuptoj dhe mos merr kot. Është moment shumë i bukur. Unë kam parë me sytë e mi burra që shtyn karocat. Normale. Pik. Do të kuptoj ti. Jo, po mi, a janë djemë, a janë djemë dhe janë gjyshat. Një gjë tjetër që do ta bëj pyetje. Tani, sa nëna shikon që e shtyn vetëm ato karrocën? Sa duhet. Sepse këto edhe kur martohen ndahen me njerë. Pra këto çiftet e sotme edhe kur ngjizen që me zin ngjizen, ndahen pa pap moj. Dgjoj. Ndahen kështu moj. Jo po.